Jemi në rezidencën e Lionel Messi. Është rezidenca më e mirë që ti mundesh me e ble në qytetin e bukur të Prishtinës. E në lokacion pranë parkut Gërmis, me pisha i rrethuar në tansi dhe me një sipërfaqe ndërtimin total 1500 metra. Këtu njëri hup se ka sipërfaqe shumë të madhe. E ndërtune në parcelen prej 11 ari. Pritni se keni çka me pa. Është rezidenca më e mirë që ti mundesh me e ble e me jetu në pjesën më të bukur të qytetit Prishtinës. Këtu jemi në hapësiren e parë të kësaj shtëpie, ose në platon e sajna. Është pjesa më e veçantë e kësaj shtëpie. Pjesa e pishinës tash është veç duke u bë gati me u mbush me ujë. Temperatura tash janë të larta dhe bazeni këtu kryen punë. Brenda, vetëm kjo pjesa e shtëpisë që shihet, i ka rreth 700 metra katror. E brenda, se si e ka organizimin, tash do të hyjmë ta shohim. Mirë po, fillimisht po e shohim vetëm pjesën e jashtme të sajna. Tash po zbresim në nivelin për dhe, ku aty kemi shumë çka për t'ju treguar. Këto shkallët janë të punune komplet me granit dhe mermer. Pjesa këtu ku jemi është pjesa hyrëse në rezidencën tuaj të re. Këtu nuk ta zën vetëm një veturë, mirë po, shkojmë i shohim pjesën e garazhave ku gjithsej vetura të tilla t'i zën 13. Hajde. Kjo është garazha, 13 super vetura në madhësive të ndryshme, këtu i parkon shumë shlirë. Ndërsa sipër këtu është pishina që sapo e pom. Vendin e garazhave e pom. Tash po shkojmë ta shohim hapësiren tjetër, e cila është e dedikuar si dhomë fitnesi. E kjo është dhoma e fitnesit, ki hapësirë të shumët, e në këtë qoshin këtu, është e parapar edhe një mini bar. Ndërsa, këto anash e kemi edhe vendin ku do të vendoset tushi. E mbi 20 metra katror në këtë hapësiren prapa nesh e kemi dedikuar kryesisht për pije. Është si një bodrum ku ti mund t'i sistemosh pijet në mënyrën më të mirë të mundshme. Tash po shkojmë ta shohim edhe një pjesë të rëndësishme të kësaj shtëpie, vendi ku do të qëndron roja. Është e dedikuar kryesisht për të, sepse një rezidencë e tillë është e drejtë të mendohet edhe për vendin e rojës. E tani ka ardhur momenti shumë pritur, ta shohim këtë rezidencë të bukur se si duket nga brenda dhe çfarë shfrytëzimi të mirë e ka. Mirë se erdhët në rezidencën tuaj jetësore. Shehni, një pallat i tonë. Ne do ju tregojmë tash çdo cep të kësaj super rezidence. Pjesa poshtë, shehni, është komplet me granit e punuar. E lartësia është 2 kate, mbi 6 metër lartësi. Këto mundesh çka dush me bë, e ne nuk do ju tregojmë me AI se si mund ta mobiloni, sepse këto duhesh me ardhë fizikisht e me prek çdo pllom të kësaj rezidence. Orientimi është i hapur 360 shkallë, ka orientim të papenguar e rrezatim gjatë tërë ditës. Tash po ngjitem lart se si duket edhe për çka është e dedikuar kjo hapësirë. E kjo është komplet hapësira që ti mund ta shfrytëzosh në forma të ndryshme. Pjesa e murit është e punuar me mikrociment.
një teknikë e re, ata që merren me fasada e dinë se sa kushton. E kjo pjesa këto pronari e ka dedikuar kryesisht për gjelbrem. Mund të vendosni gjelbrem të ndryshëm e ta lëshoni në formën brenda xhamit, ku komplet zona kthehet në një panoramë të vërtet. Arsyeja është shumë e thjeshtë, për t'ju përshtatur edhe me pishat për rreth këto që i keni dëgërmis. E tregon drejt, si po ju duket deri me tani. Shkojmë t'i shohim edhe pjesë tjera të kësaj rezidence madhështore. Në këtë kat i kemi 2 dhoma gjumit. Te 2 dhomat janë me banjo brenda. Shkojmë në katin tjetër. E në këtë kat i kemi 3 dhoma gjumit dhe 1 zyre. Fillimisht po e shohim zyren. Kjo është zyrja, ka qasje direkte në balkonin e rezidencës. Balkonin do të regojmë në vonë. Fillimisht pishojmë dhomat e gjumit. Kjo këtu është vetëm njëra dhomë e gjumit. Shtrati, dollapi dhe banjo. Secila dhomë është me banjo brenda, në mënyrë që ti me pas privatësinë totale. Kjo është dhoma e 2 të gjumit. Shtrati vjen këtu, dollapi e ka një balkon të vogël, edhe e ka një super banjo, e cila është e punuar komplet me pllakat mozaikut. E kjo është dhoma e 3 të gjumit. Dhoma e 3 është e madhe sa 2 dhoma. E ka banjën mes dhe është organizuar në 2 hapësira. Hapësirën e parë, veç që pa të andej, kjo është hapësira e dytë. E të 2 hapësirat kanë dalje në të 2 terasat. Terasën këndej është shumë e madhe, dalim të ashoj. E në këtë teras keni qasje nga 3 dhomat. Dhomën e madhe që e patë, zyren dhe dhoma e dytë. E kjo teras ka orientim të hapur komplet nga jug perëndimi ku shihen edhe objektet në velani. E tani po a prezentojmë edhe hapësirën e fundit të kësaj rezidence. Hapësira këtu është një mini penthouse, por mund të organizoni edhe ashtu që shqydoni në format të tjera. Qasjen kjo e ka rreth teras, po mi është madhështore nga këtu. Tash dalim e shohim edhe terasën. Kjo është terasa, rreth ki qasje, po mi është infinit. E këto vetëm ju dhe antarët e familjes po mungoni. Na telefononi sepse kjo është mundësi ideale. Ka ardhur momenti shumë pritur, këtë rezidencën madhështore që e prezentuam çdo detaj të saj e ofrojmë në vlerë 2.3 milion euro. Për shumë kë mund edhe të duket vlerë e lartë, mirë po, kur të përkthen me metër katror 1500 metra e me 19 tokë, e në zemër të qytetit e në mes të pishave, vlera 2.3 milion është vlerë shumë logjikshme. Këtë çka duhet është i bën gati 2.3 milion euro edhe vjen e blen villën ose rezidencën madhështore të Lionel Messit. Na kontaktoni.